Do të diskutojmë tani sërish në lidhje me procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian, por për një sektor kyç dhe etik sikurse është ai i bujqësisë. Në i lind drejt për drejt kemi zotin Albanzu, sekretari i shoqatës së eksportuesve, njëkohësisht ka mbajtur edhe detyrën e ish zëvendës ministrit të bujqësisë. Zoti Zusi, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Bujqësia dhe kohezioni, kam përshtypjen janë, sikurse edhe disa kapituj tjerë, janë kyç në integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, por janë edhe sektorët që përbëjnë më shumë sfida, kërkojnë më shumë vëmendje, më shumë fonde. Në mendimin tuaj, për ta nisur edhe bisedën, në çfarë pike jemi aktualisht? Po, jemi në një fazë që Ministria e Bujqësisë përmes agjencive të saj, AKU-ja dhe AKVMB-ja, po përpiqen në mënyrë intensive për të kuptuar se cilat janë standardet që ekzistojnë në terren, në treg, ndërmjet operatorëve, dhe po përpiqen përsëri thash në mënyrë çik intensive për të bërë inspektime, për të krijuar një le të themi një pasqyrë të situatës se ku ndodhemi. Dhe mbi bazën e kësaj pastaj për të mbështetur bizneset për të arritur ato standarde. Natyrshëm që mund të kishte edhe qasje të tjera, nuk është e thjeshtë, nuk është madje unë gati e quaj mision disi pamundur, po megjithatë uroj që të dali me sukses, sepse në harkun e disa muajve apo 6 muajve të arrish të standardizosh një industri të tërë, një punë që vendet të tjera si Polonia, Hungaria, Çekia, ju janë dashur 10 vjet për ta bërë, ta bësh për disa muaj, më duket pak mision i vështirë, por megjithatë, çdo gjë që të bëhet, çdo gjë që të arrihet do jetë gjë e mirë. Pastaj të shohim se si do të veprohet për standardet e pa arritura, le të themi, ose për atë pjesë të bizneseve të cilët nuk do të arrijnë do të përmbushin standardet, si do veprohet, si do mbështeten, sepse në fundit qëllimi i hyrjes në Bashkimin Evropian është për të zgjeruar biznesi, jo për të mbyllur bizneset. Aktualisht fokusi kryesor. Aktualisht në zoti Zusi kemi bizneset cilat janë eksportuese, eksportojnë produkte bujqësore në Bashkimin Evropian, që do thotë se kanë standarde, kanë certifikimet e duhura dhe që është më rëndësishmja në fundit janë konkurrues. Mund merren këto biznese si shembull, mund merret ekspertiza e tyre dhe të shpërndahet edhe tek tjerët. Pra janë një farë testi i suksesshëm për të gjithë tjerët. Në fakt pyetja është shumë e bukur dhe në fakt unë këtë e kam thënë që para disa muajsh, për të mos thënë edhe para një viti, ndoshta edhe më shpejt, që procesi i standardizimit të bizneseve shqiptare nuk duhet të ngelet vetëm detyrë, vetëm barr, por edhe vetëm me drejt, le të themi, e institucioneve publike. Në qoftë se ato mundën ta bëjnë shkëlqyer, unë jam shumë i lumtur që institucionet publike t'ja dalin vetë për ta kryer këtë detyrë. Por bizneset, le të themi, pararoj që i kemi dhe të tilla janë bizneset eksportuese, mund të ishin edhe ato një burim i mirë i mbështetjes dhe i konsulencës për bizneset e tjera. Sepse e theksoj edhe një herë, pse quhen kapituj të vështirë, kapitulli 11-12, kapituj të bujqësisë, në të gjitha llojet e negociatave që janë bërë. Janë kapituj të vështirë sepse qeveritë punojnë fort për të mos lejuar mbylljen qoftë edhe të një biznesi vetëm. Dhe duke ditur që arritja e standardeve, përmbushja e standardeve ka kosto, qoftë materiale, qoftë monetare, qoftë edhe kosto të trajnimit të personelit, sepse duhet personeli i trajnuar, atëherë ky proces bëhet i vështirë sepse qeveritë e vendeve kandidate luftojnë fort për të ruajtur bizneset e tyre, ndërkohë që nga ana tjetër Bashkimi Evropian përpiqet të gjejë zgjidhje për këtë, jo se lufton për t'i mbyllur, por përpiqet të gjejë zgjidhje, dhe për këtë është proces i vështirë. Në këtë kontekst unë do të doja që përmes edhe kësaj interviste që po japim të bëhet e ditur për autoritetet tona që qëllimi i këtij misionit, le të themi, është që në fund të fundit, mbas 2 apo 3 vitesh, ne të futemi me të gjithë numrin e bizneseve që kemi sot, të futemi me të gjithë këto biznese në Bashkimin Evropian.
Mbyllja 5% të tyre do ishte, për mua do ishte dramë. Ndërsa në qoftë se mbyllim edhe 10 apo 20% saq po dëgjoj herë mas herë shifra, atëherë kjo është do ishte shumë alarmante. Dhe për ta zgjidhur këtë problem, për t'i mbështetur këto biznese, për t'u trajnuar, për t'u përshtatur sa më shpejt, ndoshta marrja e modeleve nga bizneset paraloj, ose edhe krijimi i modeleve të tjera, mund të ketë edhe modele të tjera, mund mos jenë vetëm bizneset që shkojnë e shkëmbejnë përvojë me njëri tjetrin. Mund të ketë edhe disa modele të tjera, por duhet ulur diskutuar, sepse unë e shoh goxha të vështirë që një ekip me ekspert të Ministrisë Bujqësisë apo të AKU-s apo edhe të AKVMB-s ta kryejnë këtë detyrë për të gjitha bizneset. Përveç faktit që ato kanë edhe një lloj, le ta quajmë një lloj konflikti interesi, sepse ato janë trupa inspektuese, nuk mund bëjnë edhe konsulent. Patjetër. Shumë mirë në qoftë se e bëjnë. Unë jam plotësisht dakord që ato ta bëjnë. Por konsulenti nuk mund të jetë një herë në muaj. Konsulenti duhet të jetë i vazhdueshëm për kompanitë. Se unë kam bërë konsulenca me kompani që i kam standardizuar kur kam bërë aktivitetin tim si konsulent biznesit. Dhe kompanitë kanë nevojë të vazhdueshme për konsulencë, për të duhet për ditë aty. Bashkimit Evropian. Pra duhet një sistem, duhet menduar për një sistem që bizneset të jenë vazhdimisht në një asistencë. Se kush e paguan këtë asistencë pastaj, edhe kjo është një çështje për të diskutuar, por ama ato duhet të jenë vazhdimisht në asistencë, nuk duhet të jenë thjesht në presionin që do t'i bësh këto gjëra, po si bëre do mbyllesh, se nuk është ky misioni i hyrjes në Bashkimin Evropian. Zoti Zusi, siguria ushqimore mund të jetë edhe pasojë e politikave të tjera, pra nëse fokusohemi për shembull që me fonde të rrisim prodhimin vendas, të ulim sa më shumë të jetë mundur eksportet dhe gjitha këto certifikimet padyshim, gjitha këto të bëhen nëpërmjet fondeve, pra mos të jepen fonde për të rritur sigurinë ushqimore, që mund të jenë shumë, por duke rritur kapacitetet, ti rrjedhimisht këtë ardhura vetë për të investuar paralelisht edhe tek siguria ushqimore. Pra, fokusohemi diku tjetër që pastaj paralelisht zhvillon edhe aspektet e tjera të një produkti. Edhe kjo është qasje shumë e mirë. Absolutisht është qasje dhe hipotezë shumë e mirë se si mund të arrihen standardet, sepse në momentin që ti ndihmon bizneset për të rritur dhe për të zhvilluar dhe për të pasur më shumë të ardhura, për të pasur më shumë oksigjen në financat e tyre, pa diskutim që ato pastaj do të jenë shumë më të orientuar për të investuar vetë për sigurinë ushqimore, sepse në fundit i kanë burimet aty. Në qoftë se ti ndihmon që ato të fitojnë më shumë, atëherë ato do t'i nxjerrin vetë burimet që ju duhen për të investuar për sigurinë ushqimore. Ndonse investimet fillestare sigurisë ushqimore janë goxha impenjative, sepse nuk flasim vetëm për siguri ushqimore, flasim edhe për sigurinë mjedisore, flasim edhe për sigurinë punë, janë disa gjëra pra që duhen arritur. Dhe jo vetëm kaq, por ato kanë pastaj mbas kostos fillestare të investimit, ato kanë koston e mbajtjes. Sepse të gjitha ato investimet që bëhen duhen mirë mbajtur, kanë kimikate që duhen përdorur në procese të caktuara, detergjentët që duhen përdorur, mirëmbajtjet e vetë pajisjeve të sistemeve që krijohen. Pra, është një proces që ka kosto, por në qoftë se ne ndihmojmë bizneset për të rritur të ardhurat, pa diskutim që shanset për ta arritur më shpejt dhe më lehtë edhe procesin e sigurisë ushqimore, edhe standardin e sigurisë ushqimore, do jetë shumë më lehtë. Por mund krijon edhe forma hibride, ku siguria ushqimore lidhet me faktor të ndryshëm stimulues që rrisin të ardhurat, që rrisin formalizimin, sepse edhe rritja e formalizimit për shembull që po përpiqet ta bëjnë institucionet, diku me sukses, diku le të themi jo në mënyrën e duhur, por edhe formalizimi është një mbështetje shumë e mirë për arritjen e sigurisë ushqimore. Sepse bizneset informale janë ato të cilët në fakt nuk kanë asnjë lloj sigurie ushqimore për hir të vërtetës, por që nga ana tjetër edhe mbajnë peng, dëmtojnë konkurrueshmërinë dhe lënë mbrapa edhe bizneset e tjera të cilët janë formal, do të donin të ishin edhe më të mirë standardizuar në punën që ato bëjnë, por konkurrenca e pandershme nga bizneset informale i mban mbrapa. Kështu që mund të kishte, unë jam për atë që Ministria e Bujqësisë shumë mirë po bën. Nuk
Madje jam I kënaqur që dëgjoj her mbas heret nga kolegët e mi që na erdhën kontrollet, na pan, na bën kategorizimin A-ja, B-ja, C-ja, D-ja etj. Është një proces shumë I mirë për hir të vërtetës. Po bën goxha, si thosh, sistemime, ndërgjegjësime në treg. Por unë mendoj se ka nevojë për më shumë përfshirje të mendimit të ekspertëve, por edhe të bizneseve, siç e thatë ju pararoj, siç janë bizneset eksportuese, të cilët pak a shumë e din se çfarë kërkon tregu ndërkombëtar, çfarë kërkon tregu evropian. Zoti Zusi, ne kemi në vendin ton 300 apo 350.000 fermer të identifikuar, prej tyre rreth 105.000, mbase mund të ketë shkuar numri në 110.000, kanë një NIP. Që do të thotë që ata janë informal, s'bëhet fjalë fare për sigurinë ushqimore dhe njëkohësisht ka nevojë të mbështeten në këtë proces. Mbase problemi është strukturor për sa I përket sektorit të bujqësisë dhe ka nevojë për një trajtim ndryshe, të gjenden forma për shembull si të bashkohen këta ose të gjenden forma si të financohen ata, duke I certifikuar për të shitur qoftë edhe në tregje lokale, në tregje që gjithashtu duhet të kenë produkte të certifikuara. Shiko, unë prandaj thash që Ministria e Bujqësisë unë e mbështes me të dyja duart atë që po bën, edhe AKU-n, edhe AKVMB-n, sepse në fundit po bën diçka që ne e kemi kërkuar të ndodhi para vitit, 2 vitesh, 3 vitesh dhe nuk ka ndodhur, dhe më në fund tani edhe nën këtë, le të themi, kuadrin e integrimit, po ndodh kjo gjë. Por unë e shoh gati mision të pamundur që e vetme ta zgjidhi gjithë problematikën që ka sektori. Në këtë kontekst do duhet që të krijohet pranë kësaj ministrie, të krijohet një komitet I njerëzve, le të themi, me më shumë njohuri, njerëzve me më shumë dije në këtë sektor, të krijohet ndoshta edhe një sekretariat teknik për të prodhuar disa politika të cilat duhet të jenë integruara. Kjo punë nuk kemi për ta zgjidhur në mënyrën e duhur, në qoftë se ne do bëjmë gjëra spot, një gjë këtu, një gjë atje, një gjë. Duhet të krijojmë një sistem të integruar për ta çuar bujqësinë dhe sektorin e ushqimit në tërësinë e vet, sepse nuk është bujqësia e vetme. Bujqësia është thjesht hallka e parë e një zinxhirit shumë të rëndësishëm ekonomik në vend, I cili mund zëri mbi 40% të GDP-së së vendit, sektori I ushqimit. Por kjo gjë shumë e madhe, ky sektor kaq I madh, kaq I rëndësishëm, që përfshin në vetvete 350.000 njerëz që punojnë drejt për drejt në bujqësi, mos edhe më tepër, sepse 350.000 janë ferma, që përfshin vetvete me qindra industri përpunuese që I vinë mbas tyre, që përfshin në vetvete me mijëra njësi tregtare, njësi shërbimit që janë bazuara tek ushqimi. E gjitha kjo kërkon një mendim shumë më të mirë, kërkon një qasje më të mirë, kërkon ndoshta edhe krijimin e një instituti studimesh, një instituti ekonomik brenda Ministrisë së Bujqësisë, për të analizuar të gjitha problematikat në kuadrin e një zgjidhjeje të uniformizuar dhe një kuadër të një zgjidhje sistematike, jo spote, një herë një gjë, një herë tjetër, të cilat pastaj nga një herë edhe shkojnë duke kontradiktuar me njëra tjetrën ose duke mos u mbështetur me masat të tjera, edhe një masë shumë e mirë mund të jetë destinuar të dështojë kur nuk e mbështesin edhe masat të tjera. Prandaj unë besoj se ky sektor kaq I rëndësishëm, ky sektor që I kontribon me disa miliardë euro në GDP-n e vendit. Në lidhje me politikat fiskale, duhet që edhe ato të jenë të harmonizuara me hapat e tjera, mund përmend skemën kombëtare të subvencioneve dhe njëkohësisht rimbursimin e TVSH-s në nivelin e 10% për fermerët. Për këtë të fundit, ju jeni shumë skeptik, do të ketë nevojë të ndryshohet së shpejti, keni thënë. Le të presim edhe një muaj, për mua nuk kishte nevojë fare për të pritur, sepse është një rezultat I njohur. Bujqësia duke u taksuar 10% më shumë, sepse kjo skem nuk bën më tepër, nuk bën as më tepër as më pak, veç se
takson çdo prodhim të fermerit primar e takson me 10%, pra duke i thënë bëj faturën, paguaj 20%, unë do të t'jap 10%, në fakt s'ka bërë gjë tjetër veç i ka thënë po të taksoj me 10%, është e destinuar për të mos pasur sukses, do ketë pjesërisht sukses vetëm tek produktet e quara për eksport, por nuk zgjidh problemin kryesor që ne kemi, problemin e informalitetit brenda vendit, i cili në fakt është edhe burimi i pasigurisë ushqimore, informaliteti, sepse njerëzit duke dashur të kursejnë ato para, atëherë ato automatikisht nuk deklarohen. Duke mos u deklaruar, automatikisht ato janë të pakontrollueshëm. Dhe kjo sjell pastaj një mision të pamundur për AKU-n, për AKVMB-n, sepse ato nuk po luftojnë tashmë thjesht kundra disa njerëzve që s'kan njohuri për sigurinë ushqimore apo s'kan vullnet, po themi për ta zbatuar, por po luftojnë kundra disa njerëzve që kanë një motivacion jashtëzakonisht të fortë ekonomik për të mos deklaruar prodhimin e tyre. Dhe në këtë kontekst duhet me domosdoshmëri që sistemi fiskal të jetë pjesë e kësaj zgjidhje që unë thash, pjesë e kësaj politike të madhe që duhet krijuar në funksion të zhvillimit të këtij sektori shumë të rëndësishëm. Zoti Xusi, pra duhet të kemi subvencione më tepër, skema e subvencioneve, skema kombëtare e subvencioneve për këtë vit ishte në rreth 55 milion euro. Nevojat sa janë realisht në mënyrë që tek e fundit kemi të dalim minimumi me çmime konkurruese, pa llogaritur standardet, cilësinë, certifikimet? Gjëja e parë që ne duhet bëjmë menjëherë, kemi kohë që ja themi, është të ulim TVSH-n e produkteve ushqimore. Është më e larta në Ballkan. Nuk mundet. Ne kemi universale, 20% për çdo gjë. 20% për çdo gjë, kur në Bashkimin Evropian produktet bazike janë 4-5%. Kështu që kjo është aja nga duhet fillojmë. Kjo do të bënte të mundur edhe përmirësimin e jetesës së njerëzve, uljen e kostos së jetesës, sepse gjithmonë më tepër po dëgjojmë se pse në Shqipëri produktet kushtojnë sa 2 fishi apo 3 fishi i produkteve në Gjermani apo në Itali. Dhe njerëzit në këto kushte krizet, në këto kushte të rritjes së inflacionit global, jo vetëm në Shqipëri, një ndër gjërat që qeveritë duhet bëjnë përpiqen të ruajnë maksimalisht standardin e jetesës së njerëzve. Dhe në Shqipëri, duke qenë se ne kemi të rënduar standardin e jetesës së njerëzve për shkak të TVSH-s, minimalisht duhet të ulim TVSH-n. Së dyti pastaj, ne duhet të shohim skemat e bujqësisë në Bashkimin Evropian, me qenë se duam të përshtatemi me to. Unë do thoja duhet të shohim edhe skemat e mbështetjes së bujqësisë të vendeve të rajonit, me qenë se po konkurrojmë me to, dhe duhet të ndërtojmë skemën tonë pavarësisht se sa para do të marrë ajo, por duhet që çdo fermer, pa pas nevojë për të bërë aplikim fare, vetëm thjesht duhet të çojë letrat, ai duhet ta marrë atë subvencion që duhet marrë. Sepse kemi për ta parë që ka për të na u kthyer shumë fish. Ne kemi marrë një vendim në Shqipëri. Qeveria ka marrë një vendim. Gjithë hotelet e Shqipërisë, gjithë strukturat akomoduese ka thënë TVSH-ja 6% për të nxitur turizmin. Në qoftë se nga turizmi ne na vijnë po themi 2 miliardë euro, pjesa e hoteleve, se s'po merrem me pjesën e ushqimit. Në qoftë se na vijnë 2 miliardë euro, atëherë 14% që ne i kemi falë TVSH është diku tek 280 milionë euro. Ja kemi dhënë turizmit, ja kemi dhënë turistëve, ja kemi dhënë të huajve në një farë mënyrë të këtë, mjafton që ju të na vini këtu dhe të na bëni ca xhiro, të cilat jo të gjitha janë produktive. Imagjino tek ushqimi. Imagjino tek ushqimi, imagjino që këtë t'ja falim fermerit ton, t'ja falim industrialistit ton, t'ja falim punojësve tanë që punojnë në këtë sektor. Sa do ishte rritja? Pra, ju më thatë sa duhen. Unë thash aq sa do të dalin për llogaritet, por nuk është as pak çudi që për llogaritet mund të dalin edhe 200 edhe 300 milionë euro për sektorin e bujqësisë dhe të jeni të sigurt që do ketë një boom ekonomik ky vend. Në qoftë se bujqësia funksionon dhe mbas bujqësisë e gjithë industria ushqimore, unë ju siguroj që do ketë një boom ekonomik e gjithë vendi, do frenohet rrjedhja, largimi i njerëzve. Dhe pse jo, do kemi ndoshta edhe kthime mbrapsh, edhe të atyre që janë larguar, por edhe të mendjes, sepse në qoftë se
sektori fillon e funksionon, do të rriten edhe investimet në sektor. Dhe sektori ka nevojë për shumë investime, ka nevojë për investime për prodhimin e lëndëve të para, të inputeve bujësore, të plerave, të produkteve mbrojtëse, të ushqimit për blegtorin, të makineri pajisjeve që i duhen këtij sektorit. Pra, ka nevojë për shumë gjëra. Investimi në këtë sektor do t'japi një rritje të jashtëzakonshme dhe të qëndrueshme dhe në fundit do jetë ajo që ne dim me bë më mirë në kuadër të kësaj familjes madhe europiane. Për sa i përket turizmit, nuk jemi ne kërthiza e Europës, nuk do jemi ne zgjedhja e tyre e parë as e dytë, as e përhershme. Mund të jemi një herë zgjidhje për to, por ka zgjidhje të tjera shumë më të mira, shumë më interesante, shumë më të lidhura logjistikisht. Ndërsa ushqimi është i përhershëm. Ndërsa ushqimi është i përhershëm. E para punës është për ne vetë. E dyta, bota, Europa e kërkon. E kërkon ushqimin, i kërkon lëndët e para për industritë e saja, qoftë ushqimore, qoftë farmaceutike. Pra në këtë kontekst ne mundemi me dhënë atë çfarë kërkohet. Ndërsa mos mbështetja e këtij sektorit të vazhdojë ta lërë Shqipërinë në nivele të cilat ne nuk duam të jemi të zhvillimit ekonomik në rajon. Zoti Zusi, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan. Ditë mbar në vim.